të fillosh të bësh analizë tash për lindjen e mesme, për konfliktet, për regjimet, dhe këtë padyshim nuk është e mundur ta realizojnë. Po përmendim vetëm 2 shtete. Izraelin dhe Iranin. Nuk po I përmendim të tjerë të tanë. Po, të krahasosh Iranin me Izraelin është të krahasosh natën me ditën. Izraeli ka 80 vjet që bën luftë në rajon, zotri. Ku do votojnë njerëz. Izraeli është një shtet që ka pushtuar jugun e Libanit. Izraeli është një shtet që ka pushtuar Sirinë. Izraeli është një shtet që sulmoi shtetet sovrane siç ishte Irani. Katari. Jordania, Tunizia. Mossadi, element Mossadit janë kapur në Arabi Saudite dhe në Katar. Dhe po planifikonin të kryinin akte terroriste në ato vende që të përfshinin lidhjen e mesme. Në një unë nuk jap të tilla mendime. Unë jam politikan, jam ushtarak. Unë nuk mund të jap mendime për elementet ushtarak. Unë jap për elementet politik të përgjithshëm. Izraeli nuk ka luftuar dhe lufton për mbijetesën e tij. Çfarë mbijetesë? Kush e ka kërcënuar mbijetesën e Izraelit? Kjo është. Kush e ka kërcënuar? Izraeli jeton për të lutem tani, ju jeni politikan, të lutem, unë kam respekt. Tani kemi kryeministin e Izraelit i cili del dhe thot dua Izraelin e madh. Lutem, kemi Joseph Kent, shefi antiterrorit të Shtetet Bashkuara të Amerikës, i cili lutem, jep 2 gjëra vetëm, i cili jep dorëheqjen dhe thot Irani nuk ishte kërcënim për Shtetet Bashkuara të Amerikës. Kemi Guardian, e cila përmend, të lutem edhe këtë të lutem, zoti Shet, lutem. Gazeta Guardian dje bëri një shkrim për Paulin, shefin e sigurisë së Mbretërisë së Bashkuar, i cili thonte Amerika nuk ishte asnjë dhënë dhe as si premis që kërcënoi, po ishte Kushneri, aset izraelit e cili e shtyu Shtetet Bashkuara këtu, ndërsa Hareci, dje, ka pas një shkrim gazeta më e madhe, ndër më të mëdha në Izrael, dhe thotë kështu, sionizmi nuk ka qenë ndonjëherë kur gjatë gjithë historisë së Izraelit dhe vetë sionizmit në këtë nivel të përgjutnueshëm dhe të papërgjegjshëm. Do me thonë çështja, o zoti Shet, çështja nuk është Amerika. Çështja është kush është thelbi I luftës. Se ne bashkohemi gjithë ka Amerika. Po na quhet, të thuash që Kushneri futi Amerikën në luftë. Që Izraeli jo, nuk e them unë, e thot këshilltari I sigurisë Mbretërisë Bashkuar, e thot sekretari I sigurisë Mbretërisë Bashkuar. Është fandashkenc. Kush është fandashkenc? Kushneri? Për atë që ju përdor. Po pse ç'a kapaciteti kishte Kushneri që t'i jep gjithë gazën kurriz, apo pse ka 100 miliardë që do lëvizin aty? Për atë, nuk mund të nuk janë, këto ulemi pasaj ca nivele. Po se ky është niveli faktikisht, ti ke drejt, po ky është niveli. Ky është niveli. Por të del ambasadori amerikan në Tel Aviv të thotë që Izraeli ka drejt të shtrihet nga lumi Nil deri në lumin Eufrat. Pra propagandon shkatrimin e Egjiptit, shkatrimin e Libisë, shkatrimin e Sirisë, shkatrimin e Turqisë, shkatrimin e Libanit, shkatrimin e Irakut. Nuk janë pralla këto, e thotë ambasadori amerikan, mor zotri. Dhe neve kemi të bëjmë një regjim teokratik realisht. Që mos bëjmë kakofoni. Laçi mos bëjmë kakofoni, lutem sheu. Shiko, ja, nëse Irani do hynë një rrugë demokratike, nuk shakohet. Ore ç'a sensi ka kjo? Ta dini që vetëm se do të krijohet një atmosferë e re bashkëjetese në atë. Po do dalë Izraeli nga lumi Nil deri në lumin Eufrat nëse rrezohet Irani. Të shpresojmë që kjo përpjekje që po bëhet ushtarake të ndërkrijojnë ndryshimet e thella politike në Iran. Dakor, ylli unë po largohem se vajta vonë. Nuk ka fare. Edhe një herë ndryshimet e thella politike demokratike në Iran. Dhe ti mendon që ky qëllimi, vërtet mendon Dritan që ky është qëllimi I luftës? Është një nga qëllimet. Po pse sa qëllime ka? Sa qëllime, është çështje e armëve bërthamore, Ska armë bërthamore Irani. Armatose bërthamore me Iranin. Por shefi shërbimeve, një nga shefi antiterrorizmit, njeriu mirë në antiterrorizmit, në Amerikë doli dhe tha nuk ka rrezik të për Shtetet Bashkuara. Po në qoftë tani në unë dhe ti tani nuk e themi dot. Njëjta situatë. As ti, unë jo. Po ja të them unë diçka herë. Shefi antiterrorizmit është e njëjta situatë në Irak. Unë sot lexova diçka që FBI ka hapur një ankesë hetimore për atë personin, kohë përpara se të do rrugë. Këto janë pastaj teori konspirative. Të biles ta marri Spaku ta fush Tokrët burgut tani. Ligje politike tani. Sot lexova tani ky bën që të arrestojnë shefin e antiterrorizmit të vej Spaku të arrestojnë.
Faleminderit, gjithsesi faleminderit. Përshëndetje të gjithëve. Faleminderit. Të falenderoj natë e mirë. Shkurtimisht do të thënë, nëse se shkojmë të origjina afër të këtij konflikti, se kjo ka histori të vjetër, është akti terrorist i Hamasit, se ata ishin qetësinë e vet, domethënë ishte Hamasi de facto po qeverisë Gazës. Nuk ishte shkak preç, ishte pasojë. Do futem. Ka mundësi të ta marrë. Po flasë vazhdo. E përfshisni Izraelin jashtë kontekstit. Ishte lejuar Hamasit të administronte Gazën, po vazhdonin këtë marrëveshje abrahamike. Ato pa pritur, se kush i nxiti, ja i nxiti Irani është tani, si nxiti Irani ose po hyj tani, dolën nga shpellat, nga tunelet dhe vranë 1000 njerëz që po vallëzonin. E pa shem. Gjysma t'i vrau vetë Izraeli, se ka hetim Izraeli. Nuk ka hetim. Protokolli Hannibal që nuk batu. Po mirë, ajo tani ata i vranë. E filluan, ashtu është. I vranë duke kërcyë o zotri. 3 vajza djemë për qafuar, i vunë në për motorë. Po 20.000 fëmijë që ishin duke pirë qumësh. Ky është fillimi. Se nuk krahasohet këtu. Dhe kemi thënë që atëherë kur ka bërë debate që Izraeli i lindë drejtat përgjigjet se nuk... Më falat, nuk të dori fare, jo, jem rregull me këtë pjesë. Jem rregull. Pse du ta fillojmë debatin në fragmente të cilat duhet patjetër t'japim të drejtë dikujt. Ato janë tokat pushtuara. Janë tokat pushtuara palestineze. Ka mundësi ta mbaroj se jeni 3. Këtu ka drejt. Ta mbarojmë këtë. Ka drejt. Tani, sepse vurare që harrohet kur nisi, se po harruam. Jo jam dakord. Ka nisë në 17. Po e ndërtuam kronologjinë në shkapërcim të ngjarjeve, ne tregojmë prallë, jo histori. O pret, ta Maroj kjo, tani viun. Me deklaratën Balfour. Erdhi tek marrëveshja Hamas-Izrael me negocimin e SBA-ve. Dhe Izraeli për ditë vret njerëz. Nuk e zbaton marrëveshjen. Tashi, çudia për mua, kjo është çudia për mua, që mas kësaj marrëveshje dhe mbas marrëveshjes me Libanin, përpjekjeve u bë dhe atje marrëveshje. Dhe tryezës bisedime me Iranin, ku nuk pati lajme se bisedimet po dështojnë, fare. Ndodhi një ngjarje që është shumë enigmatike. Ky pra është momenti. Është shumë enigmatike, dhe kam thënë dhe herën e tjetër dhe shumë analist, jo vetëm anti-amerikan, po edhe pro-amerikan, edhe të magas, nuk kuptojnë arsyet, sepse ishin bisedime, kishte një shans që me bisedime të arrihet dhe një marrëveshje me Iranin, ku Izraeli nuk futej fare këtu për mendimin tim, sepse Izraeli kishte arrit marrëveshjen e paqes me Hamasin dhe po shikoi perspektiva e bordit paqes edhe me marrëveshje me Arabinë Saudite. Këtu ka një enigmë.